Pra tema e 5, jeta e re në Krishtin. Tek Gjoni 10:10, vetë Zoti Jezu Krisht në thot: unë kam ardhur që ata të kenë jetë dhe ta kenë me bollëk. Pra, ardhja e Krishtit nuk ishte që të shërbehej prej nesh, ai erdhi për të na shërbyer. Dhe gjatë kohës së tij në tokë, Biri Perëndis na thotë që unë kam ardhur që ata që do besojnë te Krishti të kenë jetën thotë, dhe ta kenë me bollëk. Pra Zoti edhe sot na thret në të njëjtën gjë, se parimet janë njësoj. Unë jam Perëndia, thot Bibla, dhe unë nuk ndryshoj. Perëndia pra nuk do thjesht na japi jetën. Ja kemi jetën e vërtet, një jetë pak më të mirë se kjo që kemi. Perëndia nuk ka ardhur thjesht të bëjë një fe të radhës. Se çdo fe ka dhe ata anën morale, që bëj mirë mos bëj keq. Jo, Perëndia thot ju jap jetën dhe jetën me bollëk, do thot një jetë shpirtërore të bekuar. Pra jetën më të mirë të vetëm Perëndia. Është dhuratë. Te 2 Korintas 5:17 na thuhet: prandaj nëse dikush është në Krisht ose është në Krishtin, ai është krijesë e re. Gjërat e vjetra kanë kaluar, ja të gjitha gjërat janë bërë të reja. Pra, flitet këtu për jetën e re, për besimtarin e rilindur që tha. Që në moment që ai pendohet dhe do të ndjeki Perëndin, sipas fjalës së tij, vullnetit të tij, në frymën e të vërtetë, ai rilind së brendshme. Perëndia pra e vulos me frymën e shenjtë dhe shpengon nga fuqia e mëkatit, që çon drejt shenjtërimit. Dhe këtu shkrimi na thotë, nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re. Unë do shtoja vetëm një gjë komplet e re. Dhe gjërat e vjetra kanë kaluar, pra njeriu i vjetër ka ikur, dhe gjitha gjërat janë bërë të reja. Jo vetëm disa, po disa jo. Ky njeri është komplet një njeri tjetër. Pra karakteri i tij ka ndryshuar. Dhe karakterin e ndryshon vetëm Perëndia. Nuk e ndryshon atë njeriu karakterin. As mjekët, as psikologët, as sociologët. Ta mund ndryshojnë ca të meta të personalitetit, ose ca vese, ca huqe, po karakterin jo. Një karakter të ri ta jep vetëm Perëndia, identitetin e ri, sipas shembullimit të Jezu Krishtit. Pra jeta e re, këtu na thotë që është vetëm mbretëria e Perëndis. Për këtë flet Zoti Jezu Krisht, pra që është një jetesë sipas fjalës së Zotit dhe drejtësisë së tij. Por njeriu thanë duhet marrë vendimin vet, nëse do ta jetojë këtë jetë ose jo. Do të jetojë si krishter ose jo. Tek letra e Galatase 2:20, apostulli Paul shkruan: unë u kryqëzova bashkë me Krishtin dhe nuk rroj më unë, por Krishti rron në mua. Pra shohim këtu që besimi i krishterë nuk është thjesht ndjekja e një feje, por është një marrëdhënie shpirtërore ose një marrëdhënie frymërore. Nëse mund ta ilustroni sa më mirë, besimi krishterë është si martesa. Ne martohemi me Zotin. Dhe që martesat funksionojnë, për ju miq që jeni të martuar, kuptohet që duhet mbajtur gjallë, të gjithë duhet të investojnë. Pra është një marrëdhënie, marr dhe jap. Dhe një krishter të marrëdhënie mban gjallë pikë së pari me fjalën e Perëndis. Pra të njohë sa më shumë Zotin, pra dhëndrin e tij. Dhe të komunikojë sa më shumë me bashkëshortin e tij. Dhe komunikimi në krishtërim janë lutjet. Dhe së treti me bashkësinë, që është kisha. Beton bashkësi me besimtarë të tjerë. Pra siç je ti një krishter, jeton me të tjerë që janë si puna jote, besimtarë në Krishtin. Dhe jo më kot në Bibël, kisha në fakt quhet edhe si nusja e Krishtit. Dhe si nuse është e thirrur të jetë besnike ndaj dhëndrit dhe e panjohur. Pra ndershme, dedikuar, është si një nusë shtëpie, si një zonë shtëpie, po themi. Pra këto kuptohet janë sinonime, janë metafora për të kuptuar që i krishteri këtë marrëdhënie ka me Zotin. Ai qëndron besnik Perëndis, qëndron i pastër, i shenjtë, i rregullt dhe i bindet fjalës Perëndis. Komunikon me të me anë të lutjeve dhe adhuron në grup, kundërshtojnë dhe njëri tjetrin në familjen e besimit që është kisha. Si rrjedhohet bashkimi me një kishë lokale
me një kishë ku grumbullohen, pra një komunitet krishterësh, është vetë porosia e Jezusit për dishepujt e tij. Kisha është vetë plani, dhe na thuhet në Bibël që Krishti, pra Jezu Krishti vdiq për kishën, dhe dha jetën e tij që ta shndërrojë kishën. Dhe në kishë Jezusi ka dhënë edhe urdhëresat për pagëzimin dhe komunionin. Pra pagëzimi është zhytja në ujë, që simbolizon pikërisht këtë rilindje, në vdekjen e njeriu të vjetër, në formë anaforike, siç e pam dhe te 2 Korintasve, që nëse dikush në Krishtin është një krijesë e re, gjërat e vjetra kanë kaluar pra, dhe të gjitha janë bërë të reja. Në pagëzim ne dëshmojmë pikërisht vdekjen e njeriu të vjetër për mëkatin dhe i bëjmë një thirrje Perëndis, pra premtojmë që duam të jetojmë në bashkësi me Perëndin. Pra një thirrje për dërgjegje të pastër, sikurse thotë Shkrimi. Dhe gjithashtu komunioni, pra marrja e bukës dhe verës, si le të themi sinonime të trupit dhe të gjakut të Krishtit, janë për të na kujtuar sakrificën që bëri Jezusi për faljen e mëkateve tona, biri Perëndis, për faktin që jetojmë gjithashtu në besmimin e re me Perëndin, është në gjakun dhe në trupin e Krishtit, por edhe për të na kujtuar që ne jemi një trup si kishë, dhe marrim pjesë në njëri tjetrin, siç është një bukë e vetme. Pra këto ndjekja e kishës dhe pikërisht kryerja këtyre ceremonive, le të themi, donse në dominacione tjera ka dhe pjesë të tjera të interpretimit për këto dy urdhëresa, pra pagëzimin dhe komunionin. Për krishterët është e rëndësishme të dinë që ato janë urdhëresat e Zotit. Dhe nëse Zoti Krisht na thotë të bëjmë diçka, ne nuk kemi tjetër variant nëse duam të jetojmë si krishterë. Nëse Zoti thotë, ndiq kishën, pagëzohu, merr bukën dhe verën në përkujtimin tim, ose mëso ti bindesh që gjitha dyre që më kanë thënë. Nuk ka tjetër zgjidhje për krishterin nëse do të jetojë këtë marrëdhënie të përsosur me Perëndin. Puna është, a do ai apo nuk do? A je krishter apo nuk je? Dhe që ta përmbledhemi që pa u zgjatur, ideja kryesore është që kur pranojmë Krishtin, bëhemi krijesa të reja, nga fuqia e frymës së shenjtë, që Perëndia i jep në ne. Dhe fryma e shenjtë është vetë Perëndia, që banon në trupin e besimtarit të rinjtur. Kjo është kisha. Pra Perëndia nuk jeton më në tempull, siç ndodhte në dhjetën e vjetër, por jeton brenda trupit të besimtarit të rinjtur. Dhe kur besimtarët e rinjtur mbiten bashkë, është si një tempull i madh që adhuron Perëndin. Pra bëhemi krijesa të reja dhe fillojmë një jetë të re. Dhe besimtari i rinjtur vendos me vullnet të lirë, përdes do ta përmendim sërish të. Pra Perëndia nuk imponon askënd, Perëndia është dashuri. Besimtari i rinjtur vendos me vullnet të lirë, jetoj si bir apo bie Perëndis. Dhe dëshira, sikurse tham, vjen së brendshmi dhe kurse si detyrim. Perëndia nuk detyron as edhe një njeri.